Që prej mesditës së të shtunës së kaluar nuk ka asnjë gjumë nga Ardit Beshiri. Dyshohet se pas çarjes së një rezervuari i cili është krijuar për të filtruar ujëra që rrjedhin gjatë procesit të përpunimit të kromit, ai u rrëmbye me gjithë mjetin me të cilin po punonte. Ndërkohë gjatë këtyre ditëve, forcat e kërkim shpëtimit, forcat e armatosura banor të zonës e familjar janë vënë në kërkim të 29 vjeçarit, por nuk ka asnjë rezultat. Kërkimet janë bërë që nga fundi i rrjedhës së Përrojt, e cila është afër lumit madh, e në drejtim të qafë Burrelit, ku edhe ndodhet fabrika e përpunimit të kromit. Ndërsa këtë të martë, një mjet tip fadron ka zbritur në Përrua, ku gjatë rrjedhës është ndaluar shumë rër, e që mendohet të jetë trupi i 29 vjeçarit. Ndërkohë sot, për të ndjekur nga afër përpjekjet për gjetjen e 29 vjeçarit, ka mbërritur edhe kreu i emergjencave civile Haki Çako. Sigur jeni bërë me dieni që të gjithë, ndodhemi në qafën e Burrelit, këtu në dambën e pasurimit të kromit, në një situatë e cila ka prej gati 3 ditësh ka ndodhur një aksident ku ka përfshirë një fadron dhe drejtuesin e këtij mjeti. Gjejmë të rastit të shpreh ngushëllimet tona për familjen, për humbjen e djalit të tyre. Janë angazhuar dhe vazhdojnë të punojnë intensivisht pothuajse të gjitha strukturat, njësitë e emergjencave civile të bashkisë dhe të prefekturës, por edhe të strukturave të tjera qendrore. Jemi në drejtimin edhe të ekspertëve të aksemit dhe të AGBN-s dhe të Ministrisë së Infrastrukturës, që janë drejt për drejti në udhëheqje të këtij operacioni. Është një operacion jashtëzakonisht i vështirë, pasi aksidenti ose shpërthimi i dambës që ka marrë përpara fadronën bashkë me gjithë drejtuesin ka një shtrirje gjeografike rreth 4-5 km në gjithë këtë lugin, nga lartësia e malit edhe deri në përfundim në lum. Jemi duke përdorur që të gjitha kapacitetet, do të vëmë në dispozicion gjithçka është e nevojshme për të gjetur, për të bërë të mundur identifikimin dhe vënien në dispozicion të trupit të viktimës. Shpresoj që operacioni të jetë me sukses sa më shpejt. Të shtunën e 3 majt, 29 vjeçari Ardit Beshiri ka qenë duke punuar me ekskavator në stokun e fabrikës së përpunimit të kromit, e cila muajt e fundit shfrytëzohej nga një shoqëri kineze. Në rrethana ende të paqarta është çfarë rezervuari dhe nga vërshimi i ujit dhe inertëve, i riu është rrëmbyer nga rrjedha bashkë me mjetin e tij.